Motër, unë kam një pyetje në librin e Eksodit, kapitulli 12, vargu 23, që thot: sepse Zoti do të kaloj për te egjiptianët, por kur do të shoh gjakun mbi arkitraun dhe mbi 2 shtalkat, Zoti do të kaloj më tej derës dhe nuk do ta lejoj shkatërruesin të hyjë në shtëpitë tuaja për t'ju goditur. Pyetja ime është e fjala shkatërruesi. Çfarë është shkatërruesi? Dhe ndoshta ideologjia e kësaj fjale. Shumë besime fetare e marrin këtë fjalë dhe e quajnë fryma e vdekjes. Unë nuk jam shumë i sigurt, ndaj kjo është pyetja ime. Mirë, pra vllai lexoi pjesën historike ku thuhet se Zoti do t'u merrte jetën të gjithë të parëlindurve. A e kujtojnë ata që kanë lexuar Biblën? Të parëlindurit e Egjiptit, Zoti do t'i vriste të gjithë, sepse mbreti Faraoni nuk deshi t'i pranonte fjalët e Mojsiut kur Mojsiu i tha: lëre popullin e Izraelit të dalë nga këtu, lëre të dalë, dhe Faraoni nuk deshi. Kështu që Perëndia tha: unë do të vras të gjithë të parëlindurit, dhe i pari që do të vdes do t'jetë i parëlinduri i mbretit, i Faraonit, dhe Zoti donte të shpëtonte popullin e Izraelit që të parëlindurit e tyre të mos vdisnin, dhe kështu që Perëndia tha që të flijonin një qenj dhe që me gjakun e tij të lyenin apo të spërkasnin me gjakun e tij arkitraun e dyerve të judenjve në pjesën e sipërme të dyerve të gjithë popullit jude ku ata banonin, me gjakun e qenjit që kishin flijuar, dhe që në mesnat, kur të kalonte shkatërruesi, që ishte engjëlli që shkatëronte, që shfaroste, ishte një engjëll që Perëndia e kishte caktuar për t'ju marrë jetën të parëlindurve. Ku ne shohim se vdekja është një frym, pra ajo frym vdekjeje vjen te personi dhe i merr jetën. Personi vdes, fryma e vdekjes është aty dhe vjen dhe ja merr jetën personit. Ai engjëll që Perëndia dërgoi ishte fryma e vdekjes. Ishte vdekja dhe ai ishte ai që kujdesej për t'u marrë jetën të gjithë të parëlindurve. Dhe kur ai engjëll kalonte dhe shikonte gjakun në arkitraun e derës, atëherë ai vazhdonte rrugën dhe nuk hynte në atë shtëpi, sepse ai nuk ishte i autorizuar të hynte dhe Perëndia do t'i ruante. Ai u tha: në të gjitha dyert që janë lyer me gjak, ti mos hyr për të vrarë askënd, mos ja merr jetën askujt. Atëherë engjëlli ju bind dhe shkoi vetëm te populli egjiptian dhe te Faraoni. Thuhet se i pari që vdiq ishte djali i Faraonit, i parëlinduri. Kjo ishte ai që ndodhi, prandaj thuhet ai që shfaros ose shkatruesi. Këto janë terma të përdorur në fjalorin e hershëm të Biblës.